dhe me thënë direkt kosto shumë e vogël, edhe kish me pas çmimet konkurruese, ndërsa ndërmarrjet e jashtme, për thëmë jashtë Kosovës, të cilat ofrojnë me çmim më të ulët se produktet apo prodhuesit e brendshëm për shkak se shteti i subvencionon. Këtë rast do duhet të subvencionojë shteti, për shembull, sidomos bizneset për energjinë elektrike, nëse i rrit çmimin duhet të subvencionu shteti, duhet të subvencionu prodhuesit, ose edhe sidomos tash është duke kërcënuar dhe produktet e jo elastike, janë domosdoshme, sepse me rritjen e çmimit për produktet jo elastike, domosdoshme të kurrat kërkesa për produkte sa më pak që të konsumohen, ndërsa produkte jo elastike ose për produkte elastike faktikisht që heqdor ato. Në këtë rast, ekonomia e lirë e tregut zhvillohet nëse forcohen liritë ekonomike, nëse krijohen hapësira të reja, dhe më thënë tregut, nëse aktorët bashkëveprojnë, ndërveprojnë njëri me tjetrin, në këtë rast bashkëpunimi, transparenca është numër 1, në këtë rast do duhet të ketë dialog mes partneritetit dhe më thënë shtetit edhe sektorit privat, sepse sektori privat e mban e fuqizon shtetin, në jo rastisht cekët në ekonomisë e baza ekonomike përcakton superstrukturën juridike. Faktikisht nëse kemi ekonomi qëndrueshme, kemi edhe pavarësi të fuqishme edhe qoftë në brenda, qoftë jashtë. Zoti Bayraktari, po e bëjmë kështu një kombinim, me qenë se ju flisni për daljen e tregun e lirë, Bayraktari na flet për vendimin e zërrejës, për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1%, diçka që na prek gjithëve, pra jo vetëm bizneset, dhe pse edhe kjo e ka edhe bizneset në instancë fundit. Edhe ky vendimi për çështjen e bizneseve na prek, sepse është konsumatori fundor ai që çdo herë, domethënë ka me barën e përgjegjësisë. Absolutisht, sepse rrjedhimisht edhe subjektet ekonomike, bizneset duhet me